Në shtëpinë e Ajriz Rizvanit në Obiliq, sot dëgjohen vetëm tingujt e hapave në ujë e ndihet acari i dimrit. Pas vërshimeve të shiut, shtëpia e tij është bërë e pabanueshme dhe gjithçka që ka mbetur janë mobilet, ushqimet e pjesë të ngrira të shtëpisë. Mirë po këtë dëme, po i përjeton për hir të katërt ndër vite. Dëmet mëdha për mi 20 euro janë, po neve nuk është hera e parë që po na ndodh kjo. Hera e katërt është edhe qysh para 4-5 vite, edhe të përpara që janë kanë kryetari i përpashëm që kanë, nuk kanë pas interes për na një muë më na largue këtë dëm që po na buhet, na vjen peqat jehit që kanë grumbullue që do far shuti, i kanë blokue gypa, ata ku ta dijon e çka është. Së bashku me familjen, Rizvani është detyruar ta braktisë shtëpinë dhe të zhvendoset në një hotel, i cili tash i është bërë barr financiare. Më ta thonë realitetin, jemi 2 familje, e kam djalin e 2 të martuar, shoqën e ka 7 zën, bile, jemi të prit fëmijë, koha veç që tash e ka kohën për lindje, jemi të mërzit shumë boll. Na jemi të tantarë, momentalisht familjen i kum largue. Jemi shku një hotel që ati në Prishtinë për kosir deri të gjojmë në banesë, se edhe fëmini kom këtu në shkollë, nuk po muj mu largue për Obiliqit shumë, atëherë do të më janë fëmi në shkollë pa tjetër. Shpresat Rizvani i ka tek kryetari i komunës, i cili sipas tij i premtoi mbështetje. Ajriz më ka thonë largoj familjen, mos i rreziko familjen, largoj pe i këtuhit, i merr ato harxhimet, shpenzimet që ka të bëhen atje, komuna është përgjes për ato. Vështirë sa dush vështirë, po kur caktohet pe Zotit edhe bëhet. Po tash nuk fjalojmë vetë Zotit, nuk është vetë Zotit, se nuk bën me përmen ato, se është edhe pe njerit. Se ti kesh nejt gati pa komuna, ti kesh rregullu që të gjendje që është sot, bën vaki, bën vaki, po sigurisht nuk i shumë kongështë. Njësoj sikur se familja Rizvani, me probleme të natyrës së njëjtë, janë përballur edhe banorët të Skenderajt, Drenasit, Gjakovës e Mitrovicës.